Isha në një intervist, në një emision televiziv të mëngjesit në televizionet shqiptare në Shqipëri, dhe aty u folë se marrëdhënia seksuale është nevojë biologjike. Është e vërtetë që është nevojë biologjike, si për mashkullin edhe për femrën. Por në pikë të parë, ne duhet fëmijët tanë, sidomos edhe adoleshentët, t'i japim një edukim, një etiko-moral, që virgjëria nuk jepet në përparqe, në përskuta, në për vende jo të duhura, po virgjëria është një simbol i nderit dhe ajo jepet vetëm në shtratin e ndershmërisë. Prandaj, kështu duhet i mësojmë fëmijët tanë, adoleshent, por duhet pasur kujdes se në trujet tona shqiptare nuk ka qenë tabu temë me folë për seksualitetin, por ne kemi mënyrën tonë, sepse jemi shqiptar, po me shumic jemi muslimane, nuk e di si shkon tek vllazërit e tonë të familjet e krishtere, por të familjet muslimane preferohet që nëna babai të jenë autoritativ, jo të jenë autoritar, që të mbajnë një largësi, një distancë me familjen, po të jenë autoritativ, të krijojnë karakter autoritativ, me autoritet, me të gjitha karakteristikat e një prindërimi shumë të mirë, pak të jenë edhe pak demokrat, por dhe në mënyrë indirekte, mos themi, po gjithmonë janë edukuar fëmijët e tanë përmes një personi të tretë jashtë familjes. Ai mund të jetë, për shembull, vajza, nana, shoqja e nanës, apo shoku i babait, apo ka ndonjëherë raste keni një person të besueshëm, tezja, gruaja e haxhës, alla e tjera e tjera. Kjo gjithmonë ka qenë në traditën tonë shqiptare. Por kur vajza veç ka hyrë në martesë, atëherë të problemet më të mëdha, atëherë është shumë normale që i drejtohet nënës, madje edhe te problemet brenda seksi, pra brenda marrëdhënies intime. Gjithashtu, kjo metodë funksionon mirë në shoqërinë tradicionale dhe ku fëmijët mund të jenë më të hapur me një figurë tjetër. Por, megjithatë është e rëndësishme pa marrë parasysh kësaj që e gjen dikon tjetër për ta edukuar fëmijën tanë, është e rëndësishme që prindërit të mbeten gjithmonë të përfshirë në procesin e edukimit, në procesin e zhvillimit të tyre fizik dhe të dhe emocional apo seksual, në mbikëqyrje që të jenë pra në mbikëqyrje dhe ka po i merë fëmija ato informacione, mos valë po i merë për internetit apo për personave jo të duhur. Prandaj, mbi të gjitha para edukimit seksual, duhet fëmijët tanë të mësojnë edhe me edukimin etiko-moral.